e dytë të Shqipërisë U19 në fushën e lojës, shumë edhe formacionet. Nga minuta e parë për Shqipërisë së bashku me Vela Njuell, Zarb dhe Vela. Pasimi dhënë për Durmishin, mundësi e mirë më pas Shëmë dëshmë Blini brenda zonës, pikërisht Chris Gecaj. Mjaft mirë mundësi është Olivier Blini. Pasimi dhënë për Durmishin brenda zonës, Durmishi, goditja cila shkon në plani parë, pikërisht për numrin 9. Topi dhe në kraun e djathtë tek Çekrezi, vjen ky krosim drejt zonës dhe kjo goditje përfundon në rrjet shënon Shqipëria, minuta e 21 me Armand Durmishin. Zhbllokohet rezultati, shënojnë kuqezin tan. Aksion vërtet mjaft i bukur i finalizuar nga edhe një tjetër krosim i Çekrezit. Dhe shumë e thjeshtë në fakt ka qenë për Armand Durmish. Shqipëria e cila duhet të reagohet. Krysimi drejt zonës, vjen kjo tentativ, topin travers, më pas edhe Durmishi, Shej, sërish Ricardo Shej, edhe një tjetër goditja e Gabriel Kullës. Gecaj. Përfitën për Armand Durmishin. Provon Ricardo Shej, në dashmë në favor të skuadrës tonë. Topi hedhur përpara pikërisht për Durmishin, kalon kundërshtar një rivënie ancore. Edhe një tjetër Armand Durmishi. Me kjo goditje Ricardo Shej. Krysimi tepër i lartë dhe kjo goditje Durmishit. Shohim, goli është i rregullt. Edhe një tjetër. Ka qenë pikërisht gjyqtari ancor ai i cili ka konfirmuar se topi e ka. Përpiqet pikërisht Armand Durmishi. Shërbelua në krahun tjetër tek Ricardo Shej, pasimi në qendër, Durmishi, vjen kjo goditje, shkon në rrjet ai top, 4-1 tashmë. Minuta e 49 realizon Katër-1 tashmë. Është shumë e thjeshtë kjo ndeshje për djemtan. Topi hedhur përpara drejt sulmit. Largohet. Dy zëvendësimet më njëhershme të kryera